Mirëmëngjes nderuar shikues, është fleshi informativ në News 24. Vlefshmëria e dokumentave të identifikimit që u mbaron afati ditën e zgjedhjeve do të shtyhet deri në 31 maj. Vendimi i qeverisë u mor me qëllim garantimin e të drejtës së të gjithë qytetarëve për të votuar pa pengesa në 11 maj. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha garantoi se janë marrë të gjitha masat për sigurinë e zgjedhjeve. Prokuroria e Përgjithshme njoftoi se nga prokuroritë e rretheve janë regjistruar 44 procedime penale që lidhen me veprat penale në fushën e zgjedhjeve. 19 raste janë referuar nga policia gjyqësore, 9 raste nga SPAK, e tjerat nga subjekte politike dhe qytetarë. 4 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka shpërndarë një mesazh për të gjithë qytetarët shqiptar duke bërë thirrje që të votojnë pa frikë. Mos lejo të tjerë të flasin për ty. Vota jote është vetëm e jotja. Voto pa frikë, thuhet në mesazhin e Ambasadës Amerikane në Tiranë. Ndërkohë, 2 ditë më parë, Ambasada Amerikane publikoi një mesazh të zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara, i cili ndër të tjera theksonte se të besosh në demokraci do të thotë të kuptosh se secili prej qytetarëve tanë ka mençuri dhe ka një zë. Ne nuk duhet të kemi frikë prej qytetarëve tanë edhe atëherë kur ata shprehin pikpamje që nuk pajtohen me udhëheqësit e tyre. Universiteti Luarasi mirëpriti di ambasadorin OSVS në Shqipëri, Taran, në një leksion të hapur për studentët dhe pedagogët, ku në qendër të diskutimit ishte rëndësia e pjesëmarrjes qytetare në zgjedhjet e 11 majit dhe sfidat që shoqërojnë proceset demokratike në Shqipëri. Ambasadori Taran theksoi se pjesëmarrja në zgjedhje nuk duhet parë vetëm si një e drejtë, por si një detyrim qytetar i lidhur ngushtë me përgjegjësinë që ka çdo individ në forcimin e demokracisë. Ambasadori kujtoi se zgjedhjet e ndershme, transparente dhe gjithëpërfshirëse janë pjesë e përmbushjes së kritereve politike që kërkon Bashkimi Evropian. Kryeministri Edi Rama kërkoi votën e banorëve të Fushkrujës në zgjedhjet e 11 majit për të bërë, siç tha, më të mirën për vendin në 4 vitet e ardhshme, por gjatë takimit Rama u përball me thirrjen Rama ik të një demokrati. Sali Berisha zhvilloi takimin përmbyllës të fushatës elektorale për qarkun e Korçës, kur deklaroi se opozita është 4 ditë larg nga fitoria. Ai tha se gjatë qeverisjes së re, vëmendja kryesore do të jetë tek të rinjt, ku në fokus është arsimi. Pas Korçës, lideri demokrat u ndale edhe në Elbasan, ku gjithashtu mbylli fushatën duke bërë thirrje për të votuar në 11 maj. Një incident ka ndodhur mbrëm në mitingun përmbyllës të fushatës Partisë Demokratike në Elbasan. Sipas burimeve nga vendngjarja, incidenti ka ndodhur mes një grupi pjesëmarrësish, ku shkak i konfliktit ishte një përplasje mes disa kandidatëve të listës së Partisë Demokratike. Incidenti ndodhi në kohën kur organizatorët debatuan me rojen e stadiumit Elbasan Arena që nuk i lejonte të hidhnin fishek zjarre në fund të mitingut. Gjatë incidentit ka mbetur i lënduar djali i deputetit Luciano Boçi, Farid Boçi, i cili ka marrë një çarje në kokë, por pa pasoja serioze. I riu ka marrë mjekimin në spitalin e Elbasan. Banka e Shqipërisë ka shtrënguar kriteret për kredit për shtëpi duke vendosur nivel tavan të kësteve ndaj të ardhurave. Po ashtu janë përcaktuar dhe tavanet e financimit të kredisë kundrejt vlerës së banesës, si në lekë ashtu edhe në valutë. Një 34 vjeçar u vra me armë zjarri në fshatin Plat të Hasit pas ditën e djeshme. Policia arrestoi me njëherë autorin e dyshuar të vrasjes, 42 vjeçarin Ylber Jaku, i cili kishte paralajmëruar krimin në rrjetet sociale. 2 familjet Jaku dhe Sallahu ishin në konflikt prej rreth 20 vitesh për një rrugë pranë banesave të tyre dhe të paktën 20 denoncime ishin bërë në policinë lokale. Deputetët dështuan edhe në përpjekjen e 12 për ta konstituar Kuvendin e Kosovës pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Procesi ka ngecur prej javësh pasi partia fituese lëvizjave të vendosje nuk po arrin të sigurojë votat e nevojshme për kandidaten për kryetare të kuvendit Albulena Axhiu. Ajo shihet nga disa parti parlamentare si figurë përçarëse që nuk duhet të jetë kryetare e Kuvendit të Kosovës, vetëm pas konstituimit të kuvendit mund të formohet qeveria e re. Kardinalet e përfshirë në konklavën sekrete në Vatikan mblidhen sërish sot në kapelën Sistine për të vijuar me votimet që do të përcaktojnë papën e ardhshëm. Dita e parë e konklavës përfundoi pa një vendim. Tymizi që doli nga uxhaku i kapelës Sistine tregoi se nuk u arrit konsensusi për zgjedhjen e papës. Procesi i votimit do të vazhdojë gjatë gjithë ditës me 4 raunde të planifikuara
2 në mëngjes dhe 2 në orët e pasdites. Votimi i parë nis në orën 10:30, i ndjekur nga një i dytë rreth orës 12, pas një pushimi për drek, 2 votime të tjera janë parashikuar rreth orës 17:30 dhe 19. Do të ndiqni tani drejt për drejt kryeministrin Rama në rubrikën Sy më sy.